se ka pun zoti, pyeta. Pas Korçës, udhëtimi ynë i radhës ishte një fshat i cili kishte lënë gjurmë të pashlyera në histori, e ky është zymi i Hasit. Aristoteli thoshte se vendbanimin e madh nuk duhet ta ngatrojmë me vendbanimin e popularizuar, që do të thotë se zymi nuk është i madh, por është i popularizuar. Vendbanimi më i vjetër i Hasit është zymi i cili në vitin 1570 i takonte Nahisë Pashtrikut. Zymi përbëhet nga 7 lagje që shtrihen në 7 kodrina. Ndryshe quhet edhe si Roma e vogël, për shkak se edhe Roma shtrihet në 7 kodrina. Sot zymi ngjan një qytet dhe është qendër e kulturës kombëtare në Has dhe Mëgjer. Lartësia mbitetare e zymit është 600 metra në qendër të fshatit. Dikur zymjanët jetonin nga vreshtaria dhe blegturia, kurse pas vreshtarisë ata i urreken zejes e bukpjekësve. Por thonë që në mungesë të bukës e mësuan zanatin e bukës. Ndërsa sot zymjanët, përkatësisht hasjanët, e kanë shtrirë zanatin e tyre në mbar Ballkanin, Europë, madje deri në SBA. Takimin me udhërefyesin ton Frok Kristaj e realizuam në mes të fshatit. Ai ishte plotësisht i gatshëm të na njoftoj me të gjitha karakteristikat e kësaj treve. Pas takimit me udhërefyesin ton, ai na preferoi që fillimisht ta vizitonim shtëpinë të cilën ishte lindur primadona e teatrit kombëtar dhe aktoria e parë Katarina Josipi. E kisha një ndjenjë të veçantë sepse po shkelja në një vend aty ku kishte luajtur dikur Katarina Josipi. Po, jemi në oborrin e familjes Dulej, këtë është Nikol Dulejt. Kjo është familja ku nga vjen Katarina Josipi. Nikola është të djali Hoxhës Katarina Josipit. Prandaj që Katarina Josipi është në këtë objekt e lindur, vitin 1923. Nga këtu është shpengull kanë shku në nish, për shkak se kanë qenë në bukpjeks, ka pas baba në bukpjeks. 20 nishën, kërë bombardimi, dhe më të kanë fillu lufta dytë botërore, atëherë në ardhë në Ferizaj. Pastaj në Ferizaj është kyç me teatr, ka pas një jetë shumë vështirë, për shkak se në Ferizaj ka pas fatin të martohet me Hil Pjetër, një inxhinier i pylltarisë, i cilin Ernest Këliqi i ka sjell atëherë si kuadra të Shqipërisë. Po, nuk i ka sjellë vetëm arsimtari, ka sjellë edhe profile të tjera. Dhe ka pas 2 fëmijë, jo binesh, po ma vonë i kanë vdekur 2 fëmijët. Shteti ja ka përzan burrin për këtë ujt. Dhe nuk janë taku më kur. Kjo është kyç në teatr vitin 1949. Është femra e parë shqiptare jashtë Shqipërisë administrative që ka shkel në drasat e teatrit të Prishtinës. Në shtëpinë e Katarinës na mirëpritën nipërit e saj Shtjefën dhe Nikol Dulej. Nikola insistoi me ngulm që ta çonim nga një gotë raki, sepse ashtu e donte zakoni. Mirë që ka tu zoti, për shumat e këtë jetëroja, që shola nga vini ma shpesh. Miq! Roman,
Qytetar, Më dëgjoni, vi të varos, e jo ta lavdëroj Cezarin. e keqja që ka bërë çdo njeri, I mbetet, e mira, i shkon në varr me koçkat. ashtu i qoftë. Edhe Cezari. Na, si aktor që jemi, kur erdhem në këtë amfiteatrin që zymjanët e pas kanë mbaru me vetë financim, u emocionum, edhe tham, hajde, ti thonë do fjalë të antikes, ose në këtë rast Jules Cezarit, Shakespeare-it. E veçanta është se përmenda 1 minuti që i tham 3-4 fjalë, i sigurum 3 shikus. Para mendoj me ndaj gjysmore. Zoti Kristaj ishte inicues për të themeluar klubin letrar Shtjefen Gjeqovi në vitin 1971. Takimet e cilat tani po mbaheshin në këtë amfiteatër. Afër amfiteatrit Shtjefen Gjeqovi, gjendej edhe përmendorja e abetares së Zymit, dhe aty takuam veprimtarin Nikol Kërhanaj. Zotër Nikol, thuhet që me 20 maj të vitit 1900 është botuar abetarja e Zymit. Po, është e vërtet që nxënësit e asaj kohe më deklaronin që kemi pas abetarin tonë Zymit. E unë nuk u besoja, sepse u thoja që ku mund ta kemi ne një abetare shqip, që s'është e mundshme. Po, më vonë, studiuesit, hulumtuesit e gjetën në bibliotekën kombëtare në Tiranë, e gjetën një abetare, një gjysmë abetare, që shkruante abetarja e Zymit 20 maj 1900. Pra dhe që të kësaj ditë ajo gjendet në arkivin e shtetit të Shqipëri, Në arkivin e shtetit të Shqipëri. E ne me Frokun, me shok tjerë jemi organizu e angazhu për më mujtë me siguru atë abetare, por ende nuk i kemi ndorë dhe planifikojmë që kur do ta gjejmë edhe do ta ribotojmë që me pas edhe nas një shembull të abetarës Zymit që shkolla Zymit ka funksionuar në vitin 1900 e më herët edhe më vonë. Jo larg nga guri i abetares, ndodhej një pllakë ekspozuar në një gur të madh, i cili quhej Guri i Gurbetçarit. Për simbolikën e tij, Zoti Kristaj na informoi pa përtesë. Kjo është simbol i njerëzve të këtuit që kanë qenë gurbetçar, sipas të dokumenteve që kemi më të vjetra, shkruan se në vitin 1704 popullata e këtij vendi është marrë me vreshtari, blegtëri dhe furtari. Dhe thëtë, është marrë dhe ma herët për dokumenti fletë se edhe në 1704 është marrë me këtë profesion, që edhe sot mirën me këtë profesion. Edhe ky gur, që simbolizon një farë lloj fitore, se që kjo është rruga që shkohet në Gërbet, kurse që kjo është rruga që vinë për Gërbetit sepse kthen. Kjo është po kthen ka vendlinja. Këta e ka bo Ministria e Diasporës. Është një thanje, për me ashtu pse shkojnë në Gërbet, se në mungesë të bukës e kanë mësuar zanatin e bukës. Dhe thëtë nuk kanë pas ara që ta fitojnë bukën e vetë këtu, ta sigurojnë, e janë detyruar më shkuar në Gërbet për ta siguruar bukën për familjet e tyre. Ma mira familje nuk ka mujtë me siguru bukën ma tepër se për 6 muaj. Do thënë për 6 tjera dashur me me shkuar në Gërbet për me fituar mënyrën tjetër. Thash për ma mira familje, ka familje që s'ka mujtë me siguru as për 1 muaj. Kështu që gjithmonë janë marrë me Gërbet. Ishte ditë e diel dhe në kishën e Zoes së Hasit mbahej mesha, kështu që ne nuk e lëshuam rastin dhe shkuam për ta vizituar. Në muret e kishës gjendej një drugdhënie në të cilën ishte paraqitur udha e kryqës, të cilën e kishte punuar kroati Budimir Sfitković. Autori me shumë mjeshtri i kishte inkorporuar edhe personalitetet kombëtare fetare, si për shembull Gjergj Kastriotin, atë Shtjefen Gjeqovin, nënën Terezë, si dhe veshjen autoktone shqiptare të Zymit. Gjatë kohës që po i vizitonim pjesët e ndryshme të fshatit, kuptuam nga Zoti Kristaj se në oborin e kishës po preheshin trupat e disa nga njerëzit më në zë të kulturës shqiptare. Trupi i atë Shtjefen Gjeqovit, i Anton Pashkut, i Katarina Josipit, si dhe Hermina Lekaj, ishin të varrosur në këtë fshat, gjë që nuk e kisha ditur më herët.
Ky është vari atë Shtjefen Gjeqovit. Shtjefen Gjeqovi ishte famultari, etnologu si dhe arkeologu i parë shqiptar, i cili ka merita të mëdha për mbledhjen, kodifikimin si dhe përgatitjen për shtyp të kanunit maleve tona të quajtur kanuni i Lek Dugagjinit. Udhërfyesi jonë na dërgoi tek familja ku do të përgatitej dreka dhe aty na priti kryefamiljarja Lajde Kolxheraj, së bashku me shoqet e saj Palinën, Lizën dhe Antonetën. Kjo është Nozi. Tu nga tjetra. Por fillimisht e quam nga një gotë raki dhe pak mez. Jemi në ambientet e shtëpisë së zonjës Palina Prekpalaj, ma konkretisht jemi në dhomën e zjarit. Zonja Palina do të më na përgatit një fli zymit, ha? Qysh përgatitet flia zymit? Tash flia e A dallon prej këtyre flijave të tjera apo? Jo, s'ka dallim, ama na që kena punu për para dhe tash e punojmë qështet. E qesëm ujin, një gërsh krep, edhe millin e sitom, qesëm këtu e përsi. Atëherë, kur ta krym këta, do të me qitë në tepsinja të remë, me nëzejat e sta oqin dhe me pjekë. Aja shtrihet komplet kështu normal, ha? Po, normal se do të me shtri vetën. Po, dakor, Me garush për shemë dhe me. Mirë shumë. Aja të shohim që shpo përgatitet? Po, që jo. Brumin mas pare, Aja nisëm. Po, lidhe. A ki nevoj për mull? Jo, s'ka problem. Ani, na mundem me të ndihmu që ka dush. S'ka problem. Qysh model ma mirë, qysh... Po, anëni. Ja, që shtot për para, e kena gjithë gjyshe, Po, ha? mujtë, në kalzur. Me sit millin, ha? Me si të një. Se kështu në thes mundet më konë jo fort i pastër, ha? Jo, në thesh nuk është i pastë. Në pastru. A më nështë jo edhe është, po... Me që ata duhet. Pa, sit në në zëlloj. Këto teshat, kostumet, a janë tradicionale të Teshet vet i kam punu. vet, ha? Po, vet kam Shumë punu. mirë, shumë mirë. Këtë si, me vestu, po, të që miste. Po. A është autoktone e zymit veshja, po? Po, vesha kontore zymit është. Gjyshat e kena gjetë gjyshen, e tash nonen, e tash në treta faqe të punu. Vete kena punu edhe kena... Po për tash e kena ndru veshën, Po, me kohën ato. me pista. Evolujnë. A të hapi që të stëllë? Jo, s'ka Ajo, problem. ha? Kjo me tahmina, pra përsisht. Një ta minë sa da në maruhën, Po. rena këtu me qitë. Dhe më thoni ki qitë uj, Uja dhe miell edhe kryp. Po. Mirë. Për para, nashtë mund është me qitë voa, dishka, pos, ma mirë kështë të uje krep është, ma lizeqme. Pra brumi ju përgatit. Po, brumi. Mirë. Ta zhoja Palina deri sa të përgatitet, deri sa të ngrohet sashi, edhe tepsia bëhet gati, ha? Po, ja të shtoreni. Dhe sa të nëzije ta e krep, me të punë. Po. Po tash pëqesim brumin, Po, apo? brumi. Hajde, pra.
Fillim me ki lyjë tepsin me diçka? Po. Me çka? Me të lynë bimve. Lynë të bimve? Bimve, po. Çfarë është ai klyni bimve? Edhe këshe të lyni në të theve që e përdojrëm ashtu. Po. A kjo ma i letë për në të. Klyni bimve cili ke? Kjo... Se s'pas në të gjune herë. Po. Po ti qysh me thonin... Çka përmban për i bimve? Lula dillit, a zvi qysh Po, do më thonë vaj. Voj. Edhe voj edhe jo bashkë kështu vaj edhe. Po. Ishtë që të lynë është. Që? Mirë është edhe. Armenda, po del të shtu se... Ja, nuk da kanë të. Te që atë... Ti të shkojnë ma fort të stërpit. Ta për një orë njeri e përgatit, ha? Po, për një orë e gjimës. Një orë gjithë, Më qitë pak edhe pak më shpejt, më qitë shumë, me vënuat më shumë. A prushi e pjek ma shpejt që pjesën da, po? Po, pa e qitë prushi. Zakonisht ku jemi shku, jo diku ka qenë nxehtë, diku ka qenë ftoft, këtu për dallim për tjera vende, ka shumë tim, por na djegin sytë. Flija në Zym po përgatitej ashtu sikurse edhe në viset e tjera që i kemi vizituar. Një rend brum, një rend gjalt me ajk, deri në përfundim të saj. Zoja Palina krahas Flis ka vendosur me na përgatit bukën e misrit, bukën qerep. Zoja Palina, çka duhet për me përgatit bukën e misrit? Ose të kalamush? Me sit millin, Po? me ujvar në qisë, me përzin, e më zinë qerepin aty, edhe e qisë, e gatunë ato, edhe e qisë të një qerep. Millin veç e kesit, ha? Po, E, a qerepin, a mujme pa? po qerepin, ta na ju në mzjatë. Ani, mishë. A mundesh? A shumë i vjetër qerepi? Po, Parafërsisht. po nashtë është një vjetë. A, së është ma i vjetër? Ja. Se po shihet goxha i përdorën. A kjo e bën bukën ma të shishme qerepi? Po, qerepi, Ty në shparet, dhe në bashkë njëra kë qerepi, si kur bukët mërume, si kur tur këllëmëq, si po gaqet krit, nërësh i delë në qerep. Ku pi bleni këto... To në Prizren. Prizren, ka, ha? Prizren, po. Në bishin për para dhe këto në bishin. Këtu ka veç ujë dhe më. Po, që tash mojmë ati pak. Po, që shë ta. Edhe unë këtu e përsit. Këto kur gjon veç të me përzit. Unë edhe parë s'pula, tash këto trejet të gatu njëshi, a na i na mësu që shtu. Qa është, ma mirë që është. A e përgatit shpesh bukën qerep? Kur na bjen që kemi qif, adin me në ruën, Po. pak si ushqimin me. Kur t'kena qif? Mëdhe. Po. Para i kanë pas moqet, adin i shkajnë moqet, Po, që është prej trumit, e kanë gatu ma mirë, janë kanë ma tishme. Tash në tre, pak ma. Edhe unë jam ploka, mo, pak ma ndryshi. Normal, me kohën ndrojnë pjesat. Po. Po, gati, ha? Po, tash veqes në tanurë. Do të merë shtring pak. Dhe dhe pak.
I qeretit sa kohë duhet mu nxe aty mi Da zjarë? ta qetë bukën aty me gatuën. 10 minuta për Edhe kjo nxehet. Gati është, ha? Edhe pak. Bra. Bje vetë. Shumë mirë javone, se... Tash më qështë këna qime. Ka e kap gjumin, gati. Quve për Quve për gjumin, kohën mes. Qeka. O bo, ha? Këtësh. Tash të të me këthi qerepin. Questo è rossa, ce l'ho. Oh, që ka nëse. Po, ha? A du të me qitë prapë në zjarë ma jo? Po sa, jo, këta tash sa hoqën të të me mëzi. Kjo tash... A ta shpërmbim ja qitë? Dhe tash kjo e mban temperaturën, qerepja, po? Po. Ja tash për me pje këto. Tash, Palina? Tash, e mblova, një qitë pak prosh për si pra, sa hoqit. Aja tani piqet. Ta du të melon pak që shumë, ha? Ta du të melon 15 minuta. Dhe ku piqet pra. A du të me kontrolu ko pas koha ajo? Po, tash me këqyri, që pe këqyri, nëse o zi shumë a paka. Mos të të... Del që koha, me? Ja, rrë që atë vëti. Që të rrë? Qështë? Mirë është. Se edhe nëse ndodhë diçka kështu të kjo kam si mburoj. Prej dhomës zjarri tash erdhem në ambientet e brendshme të shtëpisë ku zonja do të na përgatisin mish me lakra. Për dallim prej lakrave të tjera, këto janë turshi. Apo na tregon çysh përgatitet mishi me lakra në zymë, çysh e përgatitni këtë? Po, mas pari laknat i kemi turshi, domethënë. Po. Edhe marrëm i grim, laknat. Migri, po. Po. Edhe nëse tash e përgatitëm, duke i përgatitur E shohim, mirë, po. shumë mirë. Po me që janë turshia, po me kërkune me njëra pak do lakën. Se, Lajde, po më të zënë, a du të me qenë lakna turshi, a bon edhe mos me qenë turshi? Mundet të mësë më kanë turshi, Po kështu është më mirë, a? mishi edhe në gjumë, po mas mirë të kja shkanë për dimën, gjatë dimit, shkanë për më kanë mishi më kanë i Që tërë. kjo është mish i viqit, i terun, Po.
Edhe që jep shumë shije, do të thonë, mishilartën e monë shijen më të mirë kur është me mish të parë. Se sa me mish të Zakonisht unë ja kom dhënë një val, se do të m'ja hek ato tymi, ato shka janë mbitorinat. Më konë ma i pastër mishi. Më ka një shumë. Më thonë mish, lakna spec e kuqe e blume. Po. Edhe kjo mahim. Mahim, po. Kjo special na i thojmë, jo... Special dikush spec e kuqe, dikush thotë biberi koq. Qashtu. Edhe kjo gjalp, lyn. Është lyni i gjave, na i thash për provan. I lopës, ose shka da, lyn. Lyn gjalp. Që janë përdorë për para, që i kanë përdorë, thonë gjyshet tuna. Mirë shumë. Tash na dhe që traditë dhe jemi të vazhdurë dhe na gjeneratët e reja. Mirë shumë. Se jemi ba dhe na tash zoja të shpis. Po, ma mirë. Na sillem e pështillemi, i shijojmë këtë ushqimet e tjera, po në fund apet vim të tradita jonë. Nuk kemi ato se jemi rritë me qëtu, dhe më thonë me qëtu ushqime. Përdryshe Antoneta, Ladja dhe Liza jenë edhe vallë në cilin... Shni Katarina Josipi, si votare, si defatore, moderatore, kom që të para. Tash vallëzoj me defti bjerë. Këndoj ka pak. Pra jeni familjare aktorës mirë njohën Katarina Josipi, ja? Mbesa e saj. Mbesa e saj. Po mirë atërë që pojmë mbesën e një artiste fort njoftën shqiptare. E që ka vek shumë e reja, jo? Po. Edhe thonë që ka qenë jashtëzakonshme. Shumë. E tash ti... Po, vëll tash laknat? Po, laknat, u grinë. Po. Tash do të qesëm lynin. Na të lyni, thëmë zakonisht lyni i gjanve, ose... Disa pjesë i thojnë klyn, disa gjanë. Po foli që shkanë full të parë. Qarë, ne që ato po na interesu. Qesëm... Laknat me qitë. Laknat. E këto laknat kur ishtini të shi rasojnë, e pini mandena, e përdor një ju? Po, kjo. A i shuni rasaj? Rasaj, rasajt. Sidomos pasullit të fatë, kemi languja rasajt. Po, ma morë mandena. Edhe me buke për jojo bukë, pasullit edhe lang të rasajt, në banë të shive tjera. Gjesë qysh, gjenë kur të hargjohë. Spes të koq. Mi se duhet mi kafardisa ati, por nëse nga kapi sa problem bon fjellë. Kja pak ja jep edhe pak si shijen edhe si shijen e djekst. Po. Edhe qishën mishin. Kjo mishi i terën. Mishi i terët e viqit. Edhe kur të jasesi mishën mandena du të me qitë mish parat? Po, qesëm. Edhe pak lakna. Tash lakna për mi, ja? Po, për me mbëllu mish. E të një mandena sa du të me vlu kjo aty? Pa i zakonisht, ja 2 orë kështu të mira. Nise, varë. Jo në flak të madhe dhe që pak më. Du të ma larë. Të konstante, po. 2 orë, kadel, më smira jo. Edhe në veksh, për shumë. Dhe ma mirë dhe i. Po, e kemi përgadit bashkë për në kasë. Si për para që e kanë pasë. Se na zakonisht i bojmë të në tjera tash pak ma trasfajt e që i thujnë. Po, të kohës që kanë dojnë. Të kohës, si pas jecu me kohën. Po, me jecu me kohën. Kjo, tash është gati edhe e... Mish për ratë. Mish për ratë. Edhe ta du të me prit dhe sa duhet. Po, tash presëm. Mish. Liza, që ka do më nga përgadit stash? Tash për përgaditi brumin e përpeqit, ma i spari qitet mili. Mirë, që ka duhet për përpeq? Cilat janë më në mesa? Për përpeq duhet milin, krypen, mas ande e gatojmë këta. Me ujt vë? Edhe po, ujt e gatojmë, edhe e bojmë brumin, e shtrim atë në sofër da ja që thashëm. E qëto që ka? E këto është kja për me lyen këto brumin, po. Kjo po me ndërshën Kjo kolostra e viqit, e lopës. E qësh koloshtër, po më nëj? Kur ka pill lopa, e kemi mjell ma i spari, atë keqen ja kemi gjutë tokë, tani në 2 tjerë e kemi marrë paqin, edhe e kemi marrë, e kemi kollohen, në kollos, tani e kemi rujten, e kemi qita dhe në
për personet e hynë, sa persona jemi kane, sa... Do më thënë që kjo është qumsh, masi të pjellë ljopa, që ai qumsh t'i parë, do më thënë që po, 2 ditë mbas pjellës. Po, se aja mundet me kapa, dhe me mojt. E qaja quhet koloshtër. Që kjo do më thënë e bën pitën shumë të mirë, po? Qaja është. Interesant. E tash... A të përgatisim tash? Tash përfilloj me përgatit mielin, këta brumin. Në varët e bojmë brumin sa jemi antarë, për shemë, jemi antarë më shumë, ma pak e... Në shpjesën e fundit. Po, në shpjesën e fundit e bojmë brumin. Në shpjesën. Në rregull. E, tash o bo palmili, ja qesëm krypen. Une nuk ja qes me luk, po në varët me groshtune. Me grosht. Një gjys. Po, një gjys. 2 luk ose 2 luk shtëjbe. Edhe fillojmë ujt. Uja është i ftoft, a i vakt? Ujt i vakt. I vakt, mirë. Ma mirë, se aja shtrinjet ma mirë. Se ujt i ftoft duhet mu priten, ka ku mu priten. Ujt i ftoft, a ujt i vakt ma shpejt. Po. Baqist mirë kemi. Ja ka zënat për flia, për... Marak, kortoni jemi, marak, jemi sa në çdo gjana. Gjitha. Që i shka mirët me brum. Nuk pretanë. Sa pretosh me edhe me qerit ende përnan. Po më interesan, këto tesha që i keni veshun, a i keni punu vetë, apo i keni ble? Zakonisht i kemi në dvekut. Dvekut? Po në i kam nënës tenë, për shembo. Se s'dim punu, që kjo e nënës. A shumë e vjetër, apo, Antonete? Tash 80 vjeçara, ja. Kjo i ka 107, gjyshës nënës. Edhe kjo e gjyshës te me nënës, tash të 100 dishka vjetë. O bo brumi, ja? Brumi u kry, edhe tash? Pe morën peshtim tonë. Mirë. Soferna. Po, mirë. Si da janë të sofer, po tash nuk e tavolina pe bojnë vetë. Sa me letësi për më disa. Se po. Po kam qip, për çdo sa më mësoj. Tash pi prim kolegjt. Tash na i mësojmë pak një ba. Neta pak maja ka zanot. Se kur Da i kanë bo që shtot. Tash na unë i bajnë ryshë. A unë për veti kam qef ma shpejt, që kam qef punën me kry ma shpejt. Po na, zakonisht i bom kështu. Se cilë e ka atë. Profesori e vetë. Zanotin e vetë. A 2.000 leta i kështë. Jo i rishë. Isi 2 majlën që ati. Së bona me mjëllë. E tash o mirë më najtë pak brumi, për mështërien, po, pa. E morëm tipsin, e lyme lyna i thojmë. Klyn, po. Klyn e përzine me maz. Me maz, na i thojmë. E përzine me maz ka thumit. Klyn flokës. Po, klyn flokës. Vish maza jashtë qetat shien e vetë më të mirë. Më treshka. Po. E petet e i qesëm tash. Shtrim të tipsin. Ati që të janë në të shumë. Të vi që janë qështë. Se nga zakonisht ka 2 veta i një vojmjana tjetërës. Po koordinoni shumë mirë, ta mund si në valle. Zoja e shpise e bën këto materialin, ajo që gatun, brumi. E tani zoja e shpis prapë i drejtë që të fundin, i kryn, për fundin. Po jam të nda me punë. Po. Edhe në një ushqim caktë. Po, në një ushqim. Tash, në këtë rast, sa pet duhet më konë për një kësi përpeqi? Për një pet, duhet më konë 15 kolegj, dhe në vartë edhe tipsia që shumë ma madhe, ma vogla i ka 10-15 kolegj. 10-15? Po. E madhja ma shumë duhet. Tash, gjitha duhet me qitë një mbi një, a? Gjitha e qesëm një me një. Ma është e hapë, ja? Kja hapet. Ka më s'ka shumë kolegj. E mandej kjo i shprazet aty, a? Kja, komplet aty. Po, do të merë. Kolostra tash e shtrim këta, këta në marë tipsis. Diri ka do të me qu. Diri ka, se mas me qu dhe i ka, e hinë kolostra marë aty, e spiqet. Kja peta u kryen,
pe nisu pe përgatitën pe shtrim, to. Që me këtë lojden, pe kapun petën, edhe ngrim shtatë, që edhe neta, 3 veta ma shpet. Në fakt, si qenë ke se Almendi me angazhu shtë. Almendi, Mirë atëherë në drejtë, s'është mirë. Jo, se. Shajtë, por ju fliqen teshët. Sul pak peta. Po sul shumë, ma mirë me prit pak. E të presu pak. Po mirë me prit, po se shkyet peta. Te presi pak. Mirë me prit, Apelom dash të Ose që e këtu ma ma të tafta, a ma nxehtë du të kemë Ma mirë pe presi pak, let na del pitjemi. tash brumi ka fillu, anë shuen, e tash pengrejmë edhe pak, to, se duhet me qumë anelta. Tash nuk shkyet peta, jo? Tash nuk shkyet peta, jo, tash s'ka dertë, se ma mirë. Se ma mirë është. Në, se ma mirë që. Si të kja, Ma mirë të imë në mua njërë, se brumi anë shumë. Ta ma në shumë. Ma mirë që në shumë. E tash filloj me qesën kollushtrën, e marrë një lukë me spari, e marrë kja lojtja, se me në shumë kollushtrën krejt 7, njerë për përzim, opa. Se ka jetë në fond kollushtra. E në lukë e qesën mas mëra dërek atë se e shpon. Ka del, e mushëm. Kja si mas dëshirës kollushtra që shka qef prosoni. Që ka qef ma shumë, kësi kollushtra i qesu ma shumë. Kanë qef dikosh ma pak, sune arna dhe në kollushtrën, e qesu ma pak. Kja si mas dëshirës kollushtra. Balë, se e shumë, se piti, aja, tipsia o Tash diçka tjetër a i qitet për mi. Kur gjo iq. Qështu e Që shtot e qesëm tash. Veç kështu e Tash e fur. qesëm po, fur tash. Që ta qesëm tash fur, e morëm edhe qesëm. Sa len Liza në fur? Kja duhet mundet 1 orë, 1 orë gjysë, shumë 2 orë. Pjeket. Po, për 2 orë ka mu pjek. Ko se janë kja e lakshtina, kollustra është. Duhet që kja mu pijen. Se peta pjeket ma shpet, po kja kollustra ma si... Duhet mu fakta, më se. Duhet mu asi. Më shku barabash me Bëhet mos tjetër, jo langët. A të shku furë ta? Tash pe qesën furë, po. Qile të mërë. Furën e kashme kemi. Kalalish, këse do të. A dole. A zalë të pësin? Po, ka se të mërë. Edhe pshelu. Tash zonjat dojnë me na përgadit tërhan. Se qka është tërhani, besoj që Liza dhe zonjat e tjera kanë me na spjegu. Qysh përgadit e tërhani? Tërhani përgatitet tash më ispari që isu millin. Po. Në varët sa dush mu nëriq tërhan. Na e nëriqëm me qërshafa da ira, i shtrajshëm qërshafet e nëriq, adin i shtrishëm ta. Te nëriq të shtri. Me tjera. Më ispari për nëriqëm njerë. Sa du të me qitë mill? Millë sa dush mu ban. Sa po, persona, për shtembull ki me vite këto rrin kja. Po, është një një mënej. Po, kja një matë patë rrin, se unë a thot aja, kur gjasë gjonë. Në sysin fond makaroni, Po. apo? Po në qasi vloj brumi. Qa ashtu. Ma ispari për them vot. Sa vodë në këtë rast për qëtë? Vot sa ma shumë, sa ma mirë. Po. Aq ma mirë e ka shien. A kemi qitë keq ato? Jo, tash në varë sa brëm baj. A, mirë. E këto në vo, e qesëm pa krep. Një 6 voj i qitë. 6. 6 vo, në varë të sa dush Po, po, në vo. Këtë rast e Po, ja qesëm pa krep. Bau. Se kja ka shien e vetë kur të marrë me zi, mund është me ashtu krypen, mund është me ashtu gjane tjera. Që se s'mund është me ashtu që ta shkrypit, se ndoshta vata din ma gjelo, ma shtot të arti ashtu. Njeri të unë në vot. Mirë. E tash jashtojmë tamnin. E bëjmë brumin.
Brumi bëhet shumë i terëm. I terën, a? I terëm shumë, për mu tha ma shpejt. Pa banit. Ka punë këto me bo, po. Mirë po që nga interesant. E. Kja pipjan që na i pas ke makarona tona. Gjithçka me qenë shqiptare. Tash e morëm tipsien me... Në fakt edhe shumë çka është. Populli ma i vjetër në Ballkan. Po gjithmonë i A shkelur. që kjo quhet gjyzyr, a? Gjyzyri tash ton. E brumin tash e qesëm gjyzyr. Pra pa gjyzyr nuk po mu i ka mu bo kjo. Nuk bëhet, ja. Kështu që nuk mundesh me provuar. Unë mendova tash që ashtu me durave të shtëpia. Në tipsi tjetër t'ja qes mirë. Hajt lesë s'kode, lili. Ata bi. Jo, hajt. Po mirë këto. E tash e situm pak, ja i ku bat millin. E të rani model ma kokrez ma i madh. Ja i kum këta millin pak. Të rani del ma kokrez. E derën këto. Derën dit. E pse pe ata? E kum ata se është i Qëta është para më shumë, ata na... Ata që e bojmë këto ma kokrez, ma i... E fillojmë tash të përzien. E ka një vi kë gjyzyri, e qëkja vjen të prejka pak. Edhe Ç'kja vjen cakton, mes është, ç'kja apo? vjen mes, po. E ndan aty. E ndal pak. Edhe duhet fuqi pak ma tepër një mshuar, për më daja kukret. E këto cupet e mëdhaja, që të rani u bon, e shtrojmë në bezë. Në një Për me pëlluar. tjerë, po, me një pëlluar. A do me rënë djela, po? Po, po, ndjerë. Po. Nëse punohet dimrit në vend të nxehtë, nëse verës... Temperatura i Po, duhet. temperatura në verës më Me shumë tha të... për qësh zakonisht Në verës më shumë e për... Po, po. Edhe me shtri mirë. Që veç pe tregojmë pak, ose se që shduhet Po, se na do të qitë jashtë atje. I që e derdha, edhe shkip e dorë, që shto të shkip. Të maruan, e mushëm nga bezet që të të këtu... Sa dojmë, Sa dush mu banë. Kjo është tërhani. Kjo të rani është. E tash e qiti është. Tërët mund është edhe dimit, ndo ma mensme. E tash e kemi qitë për jashtë të ranin, e but, e kemi të gashme të ranin tonë, e tash e shtojmë një gotë ujë, edhe të ranin ja shtojmë, edhe ja qesëm një trokryp, si mas... Prap me dorë që është. Po, unë me dorë ma shumë e... Një lugë të që. Po, Pra vërësisht në pas Prafërsisht, po. njëzve sa dojnë në pas. po, viç kja është vjen të kërkua din ma i smiri mas me ba gjellum, se kja se dan gjellum, e dan si pak ma hamil, pak si kojde shëlgjashe daja që e kanë tomer me orez, edhe daja e kanë arsi, e kanë përdor diqysh shtatë. E ta shtomer i shtu, e qesë muzia të. Ta. A këto gjanet kosin edhe mazen, si të zijet, e qesëm në talë. Edhe mande i shtonë të tjera. Mande këto i shtonë, po. Qka që Po ta këllis? përfendojmë, po. E tash pe qesëm e zijen. Këta i kanë përdorë edhe për si oriz, Po, a? në një shpasi, po. Që e kam përgatit si është. Tash filloj me të qitë në talë. Po. Tërhani, ha? Të ranin. Po. Qesëm kosin e kolun. Dhe më thonë një rënd të Një rënd? ranë të ranë, një ranë ka stollu, kolun. Tash e qesëm edhe pak të kësi, një ranë të ranë. Edhe qesëm mazën e katunit, që kemi të lopës.
që e fshirë më të mirë. Tash mbasi që ja kena qesit ato? Po, e rishkum. Duhet me fut në furë? E qesëm pak e rishkum, po, në furë e qesëm edhe e rishkët edhe. Sa me lona aty një? Kjo ka 5 minuta, 10 minuta më t'i për s'ka. Kjo o gashme tani. Kur ushtrua dreka, unë ndjeva shumë mirë, sepse bukurinë sofrës po ja shtonte veshja vjetër zymjane, me plot ngjyra. Si dhe për fund, këngët me def e sidomos ato këngët tradicionale me dorën e fyt. Të lumet e natë, po vjen shene gjergje, o, ija e o. Na vine burrat prej gurbetit e o, ija e o. Të lumet e nana erdhe shene gjergje, o, ija e o. Edhe pse zymi nuk është i madh, por ka histori mjaft interesante. Një prej momenteve më të mira që kalova unë gjatë tyre ditëve në Zym ishte momenti kur po i vizitoja varrin e atë shtjefën Gjëqove të cilët e Anton Pashkët, për shkak se nuk o mendu që ndonjëherë do ta kem mundësinë të vizitoj këto varre. Ndërsa sa ju përket ushqimeve, për shijen time ishte mish me lakna, byri, burra. Ky ishte fshati më i organizuar që kam hasur gjatë udhëtimit të drekës shqiptare. Nga ky fshat kishin dalur shumë figura eminente të kulturës së mbarë shqiptare. Ushqimet tradicionale të Zymit ishin mjaft të shijshme dhe origjinale. Na vine burrat prej gurbetit e o, ija e o. Të lumet e nana erdhe shene gjergje, o, ija e o. Na vine vllaznit prej gurbetit e o, ija e o. Të lumet e nana erdhe shene gjergje.